Mirë se erdhët miq të dashur në Villa 24. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes, Katerina. Përshëndetje të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek Andejoni Gatimit bashkë me Anilën për të filluar dhe treguar recetat që ne kemi nduar për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Siç e shikoni tryezën tonë e kemi plot. Do të fillojmë fillimisht me një tavë me perime. Është koha më e përshtatshme tani për të kanë filluar këto perimet e pranverës, por sigurisht që neve në treg i kemi gjatë gjithë vitit. Por sidomos në sezon, domethënë në stina të ndryshme kanë edhe shije të ndryshme, duhet ta dimë edhe këtë gjë. Gjithashtu do të bëjmë fileto peshku, të cilën do ta bëjmë me labot, do ta shoqërojmë me labot. Do të kemi edhe një recet tjetër, kjo do të ngelet surprizë, le ta lëmë se çfarë do të bëjmë. Edhe për juve ande nga shtëpia, por edhe për stafin këtu. Edhe për ne këtej nga shtëpia. Nga shtëpia nga vila jon këtu. Sepse siç e shikoni kemi oriz, kemi bollgur, kemi thjerza, patate dhe do shikojmë. Është një gatim shumë i thjeshtë, shumë i shpejtë, për 20 minuta shtroni tryezën tuaj edhe e keni një gatim të plot për të kaluar vaktin e drekës. Le ta lëmë dhe të fillojmë këtu menjëherë me recetën e parë që unë kam filluar cila ka nisur apo jo me skuqjen e qepës. Me qepën dhe këtu do të shtoj edhe hudhrat, sepse do ta bëj tavë në furrë këtë gjellën sot me perime, do t'i hedh kështu të plota hudhrat, nuk do t'i pres, do t'i gri holl. I dua thjesht kështu, domethënë të kenë atë shihen më të lehtë, por edhe hudhrat konsumohen nga ata që e pëlqejnë hudhrën. Le t'i hedhim edhe këto gjethet e dafim, do shikojmë se si do t'i bëjmë këto gjëra, domethënë është ndryshe. Do të hedh edhe piperin. Ta hedh të gjithin se ç'është e vërteta më pëlqen piperi mua. Ne dimë kemi kuptuar. Jo, kripa se me piperin ne kemi punën. Me kripën jam pak kështu domethënë. Jo, jam me kripër me karar. Jo se nuk se dua. Gjella me kripë, tani me karar. Qepa është zbutur, nuk ka nevojë për më tepër, se sigurisht që do të kaloj edhe në furrë. Do të shtojmë këtë specin kështu të plot, domethënë, është një specë djegës dhe kur e hedhim kështu të plot, ai nxjerr atë shije djegëse aq sa duhet, jo më tepër. Ndërkohë tani do të filloj këtu dhe do të shtoj perimet. S'ka problem, do t'i marr me këtë, edhe pse mund t'i kullonim. Edhe ma shikoni këtu mëra, do t'i shikoni. Okej. Ma dje le t'i kullojnë më mirë, në avaman që mos kemi edhe. Okej, dhe kështu kurse im kohë, ndërkohë që Katerina na vjen me perimet nga këndi tjetër, unë po ju kujtoj pak se me çfarë gatuajmë ne, kush janë produktet që ne zgjedhim për t'i dhënë shije recetave tona, sigurisht për të qenë dhe të sigurt në kuzhinë. Dhe me qenë se ka nisur puna si gjithmonë, pothuajse si çdo gatim me skuqjen e perimeve, sigurisht që ne përdorim vajin Gold nga kompania Teuta, vaj i farave të lulediellit të zgjedhura me shumë kujdes, dhe sa herë që ta përdorni do të kuptoni që keni të bëni me cilësinë më të mirë të vajit të lulediellit që gjendet në treg. Familja jonë e madhe Teuta gjithashtu do të na mundsoj sot edhe ca produkte të tjera të cilat ne i kemi kthyer në receta gatimi, ashtu sikur se bëni edhe ju në shtëpi. Në fakt, në këndin tjetër ne kemi një sër produktesh të cilat do t'i përdorim sot. Kemi thjerrza të jeshile, të cilat i kemi vendosur mbi tryezë, kemi disa vaj, disa variante të orizit, orizin për çdo përdorim, një tjetër që e kemi të hapur këtu, që është ideal për tradicional, për pilafin tradicional, kemi gjithashtu edhe basmatin, arborio, janë aty poshtë, e shumë variante të tjera të orizit që ju mund të zgjedhni për gatimet tuaja. E sigurisht që do doja që të vazhdoja më tej me kompaninë e cila sërish është një suport të yni në kuzhinë. Ju i njihni fare mirë të gjitha paketimet e miellit që ndodhen në treg, sepse ju gatuani qoftë pica, qoftë një bukë të përgatitur vetë në shtëpi me mielin e thekrës, ballokumet kemi përgatitur gjatë muajit që lan pas, pikërisht me mielin që është posaçërisht për përgatitjen e tyre, mielli për çdo përdorim me paketimin blu, mielli i mistrit, i bardh apo i verdh, e shumë variante të tjera në emrin Ola dhe në logon e kompanisë Atlas. Dhe sigurisht do doja të përmendja gjithashtu edhe vezën No Vital, vezën më të freskët e më të sigurt që ju mund të konsumoni, siç themi shumë shpesh, me qenë se jemi mëngjes, një vakt i shpejt do të ishte thjesht një kokër vezë zier apo një omlet e përgatitur në shtëpi për të marrë të gjithë proteinat edhe energjinë e nevojshme për të vijuar më tej
bëj me një ditë super aktive. E asaj ombletës mund të shtoni dhe një salqiqa ashtu shpejt e shpejt, sepse i keni në frigorifer, janë të shpejta për të përgatitur, mund të konsumohen edhe ashtu siç janë, shumë të preferuara nga fëmijët dhe nga e gjithë familja. Ne do të presim të naskuqen perimet, do të presim në kuzhinë me Katin për të shpjeguar të gjitha. Jemi futur vonë sot, kështu që... Mirë, në rregull, se mendova që të vendosja fileton e peshkut, po s'ka problem. S'ka gjë, do kthehemi dhe do rim pak më gjatë, përtej orës 10, kështu që ne do t'i mbarojmë recetat. Mirë, Kat? Është kënaqësia joani, që neve t'ua tregojmë anvisave të përfunduara receta. Okej, kështu që ju mos u largoni, do gatuajmë ende kur të kthehemi. Qëndroni me News 24. Vazhdojmë të jemi në kuzhinë në këndin tonë të gatimit live në Villa 24 për të vijuar aty ku e kemi lënë dhe e lam tek skuqja e perimeve, të cilat janë skuqur tashmë, po i shihni është kryer si proces dhe Kati. Dhe tani të dashur anvisa do të fillojmë për të përgatitur këtë salsën që do ta hedhim lart tek bëhet pak ndryshe. Ka mënyra të ndryshme për përgatitur tavën me perime. Është një mënyrë që i bashkojmë të gjitha bashkë duke shtuar salsën, domatet. Faktikisht domatja është më mirë, më e freskët që të hidhet, jo salsa. Salsën do doja që të bëj kjo kavërdisja që do të bëj unë tani në këtë moment. Pra këtu do të shtojmë edhe pak vaj. Se pak, do me thënë gjysmën e sasi se hodhëm në momentin e parë. Tani, to janë domate, mund të përdorni domate, ose me që se mua më ndodhën këto domatinat, përdora domatinat, jo se është e thënë se duhet me doj mos të përdorim domatina. Po, mund të përdormë dhe domate normale? Po, normale, domate që marim për gjellë. Po. Hedhim edhe këtë salsën pure. Pra do të bëhet salsa që do të hedhim lart. Duaj që të më ka vërdiset, të mbaj këtu, për t'i kurera e salsës, si thejnë gjithmonë, merë një tjetër shije, s'ka lidhje me atë salsën që mund t'a hedhni direkt tek perimet, në momentin që ka vërdiset salsa, nxjerr ato aromate veta, zjet, ikën era e domates, do me thënë era e salsës, edhe na merë një tjetër shije. Kështu që është mirë për t'a përgatitur në këtë mënyrë. Gjithashtu këtu kam edhe piper speci. Djegës? Jo, me që se vendosëm atë specin, është një spec, jo, por i tymosur, e ka këtë ngjyrën kështu, sepse është i tymosur. Kati, ne s'kemi parë ende recetat, mendon se është koha për t'i parë, ke diçka të rëndësishme për ta? Thjesht unë tani, do të bëj bashkimin e këtyre, i të tregojmë do me thënë ta përfundojmë se si dihet se si vjen, këtu kam edhe një miks erzas, është pak lëng që do të përdor aty. Po. E hedhim, sepse do shikojmë se sa do të na duhet, se unë nuk duaj që të shtoj shumë, si të thuash, lëngje. Pra do t'jetë e trashme, copa, nuk do të kemi pamjen e një gjelle, po të një tave. Edhe pak lëng, të valoj. Dhe këtë salsën e përgatitur, ne do t'a hedhim në tavë. Okej. Ja sa të marri një val. Ne do shikojmë nëse kemi nevojë për të shtuar pak lëng akoma, nuk duhet të shtojmë shumë lëng. Do të thënë lëngu të jetë as në nivel të perimeve. Ja kuptoj. E kemi gati, nuk ka nevojë për më tepër. Është mjaftueshëm se ato do të përfundojnë në furrë. Po. E hedhim në këtë mënyrë, sobën e kemi të ndezur furrën. Po shikoja. Po. Dhe në furrë besoj, do të doj një 40 minutash, 45. Dallohet ajo me sy, perimet dallohen kur gatuhen. Edhe pse e vendosim në furrë, neve duhet të ashtu. Tani pak fare. Është ajo që thash në fillim fare, pak sa për të shplar tiganin. Okej. Ja, edhe hedhim tu në cep, të mos shplajnë perimet nga salsa që neve hodhëm. Është në rregull, to i marr i heq me njanë, do ta mbuloj me një letër guzhine që e kam të lagur dhe do ta vendosim në furrë. Letra e guzhinës laget për t'i dhënë më lehtësisht formës së tavës, gjatë kohës që na gatuajmë, pra që të mos rrim të përpiqemi ta të japim formën e duhur, e lagim paksa dhe kështu ajo do të gatuhet me avujt e vet. Po, do ta lëm 30 minutat e para me letër guzhine dhe më mbrapa pastaj do ta heqim
duke i lënë edhe një 15 minutë tjetër për të marrë atë pjekjen sipërfaqësore. Ja dhe pak. Nuk ka nevojë që të mbyllet hermetik. Thjesht duam që të mbaj avujt, po aq sa duhet, jo hermetik që të na bëjnë të qullosura perimet. Të ketë lishmëri nga të gjitha anët. E vendosim në furrë. Mirë, ndërkohë shohim recetat. Faleminderit tani. Të gjitha, njëra pas tjetrës. Tavë me perimet të pranverës në furrë, për këtë recet na duhen mashurka, patlıcan, speca, kung të njom, karota, mix perimesh të stinës, 2 qep, 3 thelbinj hudhra, 1 lug mix erzash, 2 gjethe dafine, 3 domate pure, 1 lug piper speci, vaj, krip edhe piper. Mënyrën e përgatitjes e treguam, tavash në furrë dhe nxjerrim pak më vonë për të parë si do të jetë e pjekur. Receta tjetër që do të sjellim sot është fileto peshku me labote salcë mustarde. Na duhen 4 fileto peshku, 1 kilogram labot, për salcën 2 lug mustard, 4 lug vaj ulliri, 1 limon, krip piper dhe rozmarin. Kjo është receta që do të gatuaj me njëherë tani. Kati dhe puna do të nisë nga filetoja e peshkut. Faktikisht unë labotin, si që shikoni, e kam përvëluar, do me thënë e kam zjerë, pasi e zjeva në ujë të valuar, e kam kulluar dhe e kam kaluar në ujë të ftohtë. E kalova në ujë të ftohtë dhe më mbrapa e hoqja për të ruajtur këtë ngjyrën e freskët, këtë ngjyrën jeshile. Nuk duhet që ta lëm shumë që të na zjejë, sepse nxihet, pra duhet aq sa të marri, do me thënë, të zbutet. Tani këto fileto ti i ke marrë të gatshme, apo jo? Po, i ka marrë të gatshme. Janë të gatshme. Mendova se ke krijuar vetë fileto, se është pak e sikletshme ajo. E sikletshme nuk është, si thua, ka një tjetër, ndoshta në Kosovë, por edhe në Kosovë thua? Edhe Kosovë, të gjitha janë. Tani, këto fileto do t'i rreshtojmë këtu në tavë. Kemi hedhur pak krip, duhen kujdes për punën e kripës, nuk do t'i hedhim shumë krip. Edhe do t'i hedhim, si shtam krip piper, vaj ulliri, edhe unë kam edhe pak trumës atje, mund të shtoni akoma, i shkon edhe, si thuash, rozmarina, por në momentin që do t'a bëjmë me një salsë mustard, edhe mund të mos e hidhni faktikisht. Bëhet shumë e mirë, lëngje që do dalin nga pjekja e filetos, do të bëjmë atë salsën që do të bëhet me limon në mustard. Hedhim edhe vaj. Pra, krip, piper dhe vaj. Ulliri. Të vë dhe një trumës, sepse do të mbulojmë tani në vektë. E mbulojmë. Dhe e vendosim për të pjekur në furrë. Kjo nuk do shumë kohë për të bërë në furrë. Një 20 minutë dhe do ta kemi gati, sepse është fileto, është delikate, do me thënë edhe do shumë pak kohë pjekjeje. E vendosim edhe këtë në furrë. Okej. Dhe tani, që do bëjmë tani? Jemi këtej? Nuk e di që do bëjmë dorim, apo do bëjmë që tjetër. Bëjmë muhabet. Ne kemi ende, sepse shoj që kemi qepët aty, kemi patatet, kemi një recept të shpejtë, që nuk e kishim të shkruar. Nuk e kemi të shkruar, sepse nëse në shtëpi ju ndodhen 2-3 patate, 2 qep, një, si thua, 2 filxhan oriz. Nëse s'keni atë orizin cilësor që është për pilaf, nuk ka problem, mund të shtoni një dorë bollgur brenda për ta mbledhur, ose një dorë makarona të voçkla, do me thënë ato, ose fidhet, ose ato për ta rregulluar, do me thënë, strukturën e pilafit. Dhe tjetër, nëse ju ndodhet edhe një racion mish, rreth 300-400 gram, e bëni të plot recetën, që do ta nxjerr. Po, na ka mbetur mish, pas kemi mish në frigorifer. Okej. Pra, një recetë e shpejtë dhe nga ato që të nxjerrin nga situata kur nuk e përgatitur gjë për drek. Një gjë të shpejtë, she çfarë ke aty në shtëpi dhe krijon një gatim, një gjell. Ne kemi këtu gjithmonë mielra, oriz të ndryshëm, kemi thjerza, kemi bullgur, kemi nga këto produkte që krijohet një recetë shumë shpejt me pak gjëra. Atëherë, do të fillojmë nga patatet, të cilat do të bëjmë skuqin e patateve, do t'i heqim pastaj, do të vendosim mishin për të skuqur, do të bashkojmë mishin dhe patatet, ndërkohë do të bëjmë edhe pilafin, që do të thotë fillojmë këtu tani, sa të na thahet pak, që të na thahet dhe mos ta presim, ja kam të pecetën, po sa të ju me pecetën do e tharë.
Të mos kërcas vaj. Po. Të lutem anile dhe vaj. Vajin, po. Faleminderit. Të lutem. Pra hedhim. Është vaj që do të ankelet pastaj edhe për, si thuash, për të servirur. Marim dhe një lukë, mos t'i hedh me dorë. Me gjithse në shtëpi me dorë i hedhim muja ma. Me dorë, ato janë... Me dorë i hedhim. Janë larë deri tani. Tona nuk përdorin dhe gjyshet tona as doreza, as duart e pastra përdorin. Dhe ato ishin që kishin shije, duart e pastra të gjysheve të nënave tona, edhe i jipni një shije të veçantë gjellës. Është e vërtet. Për më tepër që zonjat në shtëpi gjatë kohës që gatuajnë, kush e di se sa herë do të lahen ato duar, duke larë perimet, duke larë labotin, duke larë enët, kalojmë edhe në... I bëjmë një kosisht të dyja, këtu do të edhe vaj, nëse doni mund të shtoni edhe pak gjatë, dhe do të bëjmë, do me thënë, ndryshe këtë situash pilafin, duke shtuar edhe një dy qep, për cilat këto i keni të grira holl, ose kështu, do me thënë, në kubik, ose edhe në fije. Gjysmë rrethi për shembull, edhe ashtu mund të shkoj, sepse qepa kur ka vërdiset, karamelizohet edhe na lëshon një aromë dhe një shije shumë të mirë dhe kombinon mjaft mirë me orizin. Ndërkohë këtu do të shtojmë pak krip të këtë pjesa e patateve dhe do të mbulloj me kapak sepse dua që të më zbuten dhe jo të kenë atë llojin e skuqjes. Tjetë pak si më ndryshe. Do të marrë këtu të vendos edhe ujin për pilafin. Okej, pra do shtojmë tek ajo sasia e lëngut me erza që na mbeti, sërish pak ujë, sepse pilafi do të nxehtë. Do e vendosësh prapë në sobë? Po, do ta vendos aty. Kështu që po e ndezim. Krahun tjetër të sobës edhe vazhdojmë me përgatitjen e recetave. Ora është 9:52, do kemi kohë të shohim të gjitha. Filetot e peshkut i kemi vendosur në furrë të marinuara me pak krip, pak vaj ulliri, me pak piper të zi dhe disa degë zatrull, mbuluar me një letër kuzhine dhe do të presim disa minuta derisa të jenë gati, duke kujtuar që janë shumë delikate, nuk duhen lënë shumë se ç'duhet dhe duhet të mbulohen gjithmonë që të rinë të buta dhe të mos thahen. Atëherë, Anila, janë shumë shpejt do t'i kemi. Po, presim. Në vite do t'i kemi gati. Që shikojmë tani për pjesën e patateve. Apo s'të duhet kjo pinceta? S'ka gjë se bëjmë dhe me këtë lugën. Sa të na skuqen, do me thënë patate, të zbuten, do të heqim patate dhe do bëjmë mishin, të cilin mishin neve kemi prerë në Sopëzat e vogla. Sopëzat vogla në kundra filetën, që do të thotë në drejtim të kundër të fijeve, që të na piket shpejt. Dhe kur kemi një mish, do me thënë që të jetë i vogël, to piken shumë shpejt. Pra në këtë drejtim, kundra fileto, do me thënë, në drejtim të kundër të fijeve. A kuptova. Do të thënë edhe kjo prerja e mishit ka sekretin e vetë. Ka të bëjë shumë, sepse nëse nuk e presim ashtu dhe e presim në drejtimin tjetër, atëre ato na thahet mishi dhe nuk na kështu zbutet mishi. Në rast që pritet ashtu, na ngelen fije dhe thahet. Nësa kështu... Ja, që ka sekret edhe këtë sopimi mishit. Filëm edhe pak të to. Qepa u skuq. Një qepa u skuq. Të shtojmë edhe pak. Do dhe pak vaj. Një trokitje në... Tani unë orizin, kur e bëj për pilaf, me thënë të drejtën nuk e laj. Nuk e laj dhe nuk ka nevoj që të lajet. Cilin nga... Tani do hedh bollgur, gjysmë filxhani bollgur dhe një filxhan oriz do hedhëm për masën që kam marr ujin. Gjysmë bollgur. Do hedhim edhe nga ky orizi. Po. Një filxhan oriz. Edhe do të kemi 3 filxhane ujë. Pra një gjysmë të dyja bashk, një filxhan oriz, gjysmë bollgur dhe 3 ujë. Po, raporti 1:2 kështu. 1:2 i bie. Tjetra, në këtë mënyrë për shembull me qepën edhe me orizin, mund të shtoni thjerza, të cilat më përpara do me thënë një filxhan thjerza, një filxhan oriz ose një filxhan e gjysmë oriz,
kur thjerëzat më përpara e keni vendosur në ujë, të ftohtë të qëndrojnë domethënë të zbuten dhe i bëni këtë kavërdisje me qepër, me orizin, edhe shtoni ujin ashtu siç bëhet domethënë edhe gramatura me pilafin. Domethënë sasia e ujit. Anila, e kemi të ngrohtë? Po. Në rregull, se kjo tani do që të... Kur ta duash, më thuaj, mua më duket se është mirë temperatura. Ka nevojë të shtoj në një ujit? Jo, është në rregull, besoj. Jo, e kam të matur si gramatur ujë. Jo, thash erza, po ka brenda, më që po shoh. Jo, është në rregull, s'ka nevojë më asnjë gjë. Thjesht shikojmë tani për punën e patateve. Pra si që tash më përpara, nuk dua të skuqen, dua që të na bëjmë patate të zbutura. Do t'i heqim tani se është mjaftueshëm kavërdisur, do të shtojmë mishin dhe pastaj do t'i shtojmë bashkë me mishin prapë. Patatet? Po. Okej. Duke shtuar pastaj edhe një miks erzash, për t'i dhënë edhe shije. Bëhen shumë të mira, shumë të shijshme, është një pjatë që si thuash të nderon dhe të shijon. Të marrim një piru. Ja, janë këto fedzat e holla të mishit. Dhe këto, si thuash, mishi pjekur, i kavërdisur, që nuk do shumë kohë që të bëhet gati, bëhet në moment. Këto janë ato kur na kavërdiste mamaja mishin edhe merrim ndonjë çipshutje të shijoni. E lëm domethënë që të kavërdiset dhe pastaj shtojmë krip. Nuk e hedhim kripën që tani në momentin e parë, sepse na forcohet mishi. Po. Ashtu. Edhe lëngëzohet. Ja të shikojmë tani për punën e bollgurit. Të them të drejtën, a e kalojmë ante këtë tani neve që ta lëm? Po, e kalojmë, se kemi afër edhe... Edhe hedhim dhe ujin aty, dhe lëm që të na bëhet gati. Ka nevojë ta shohim këtë tavën me perime, ta zbulojmë, Po, do ta heqim atë dhe do ta zbulojmë që ta lëm edhe pak pa letër. Do ta heqim direkt letrën siç është aty Anila, s'ka nevojë të ta nxjerrim. Tu siç është në furrë. Okej. Filetot jo, nuk ka nevojë të shohim. Jo. Është herët akoma. Okej. Tani këto e kthejmë edhe nga hana tjetër. Duan, si thua, pjekur apo skuqur. Ky është tigan që nuk ngjit dhe na i skuq mirë. Pra janë ato filetot të cilat nga momenti që i presim kaq holl, ato skuqen dhe piqen me njëherë, nuk ka nevojë që të vendosim pastaj që të na zihen. Jemi në rregull. Tani është momenti që do shtojmë krip edhe piper. E kam këtu. Okej. Është mjaftueshëm, nuk herë. Piper kemi. Ka mbaruar. S'ka gjë. Domethënë, ka mbaruar kasti, por kemi poshtë. Okej. Në rregull me piperin, do t'i lë pak dhe do të hedh ujin këtu. Okej, kalojmë te pilafi tani me bulgur. Oriz me bulgur. Sa shije që jep qepa në momentin që ka vërdiset qepa dhe shtohet, domethënë, edhe bollguri, pra bollgur edhe oriz. Janë dy gjëra të cilat tani ulin pak temperaturën, se nuk do kaj temperaturë të lartë. E heqim. Do i vëmë kapak asaj? Apo s'do kapak? Nuk ka nevojë për kapak, me thënë të drejtën, por... Jo, ti. Unë thjesht pyes si nga shtëpia. Pyes si nga shtëpia, mirë. Ta vendosim. Edhe të fikim të sobën tjetër.
që t'jemi në rregull. Okej. Po. Kërkojmë ndjes tani se lëvizim mandej këtej, por Po, tani, po gatuajmë nga të dyja krahët, s'kemi të bëjmë që t'i mbarojmë. Pilafi do të na bëhet gati dhe ndërkohë që edhe këto tani do të bëhen gati. Pasi të jenë ka vërtisur mirë, do të shtojmë këtu edhe patatet. Tani është momenti për të shtuar patatet? Po, do t'i shtojmë patatet tani. Dhe do t'i lëmë bashkë me patatet që të na zihen plotësisht. Okej, ja shtuam kështu edhe patatet. Orizi ndërkohë po bëhet nga krau tjetër. Tja shu një qikë se po bën zhurmë ky kapaku? Ta zbuloj Bëje pak më një nazanila. Okej. Kështu. Sa e mirë duket kjo tava. Kjo ka përfunduar tani, do ta lëmë që të na bëhen gati dhe do t'i kemi gati pastaj për t'i serviruar. Kaq do ajo? Jo, kaq do, nuk do asnjë gjë tjetër, thjesht ato tani do të shijohen me lëngjet e mishit. Dhe këto tani ne do ta servirim me pilafin që kemi përgatitur. Okej, pra do duhet të presim të bëhet pilafi. Të mbaroj edhe gatimi i mishit me patate. Të nxjerrim fileton. Do nxjerrim fileton, Se duhet të bëjmë sa. Apo bëjmë salsën pas e nxjerrim fileton, ta lëmë dhe pak. Si do. si ti, çfarë të bëjmë? Thash të bëjmë salsën dhe lëmë dhe pak fileton. Në rregull, po na duhet lëngu i filetos. Hajde nxjerrim, pra se s'kemi shumë kohë, 11 minutë ora. Nuk ka nevojë ajo, po është 10. Le të shpresojmë që është bërë mjaftueshëm për të bërë lëngun, për të marrë lëngun. Të këtë nxjerë lëng. E do një qika akoma, po me gjitha të shiko mua. Neve... Marrim pak lëngun dhe e fusim kështu paletër krap thua. Jo, paletër nuk bën ajo, sepse... Digjeto? Ashtu, tani do t'a lëm kështu. E pra paletër nga lartë ta shumë, ja të heqim letrën. Në rregull. Ta zbulojmë. Shiko ka marrë, do me kanë pike. Nuk është se s'ka marrë. Hajde, sa të bëjmë salsën e, po e lëmë edhe pak. Ashtu, që të marri faqe, sepse pastaj, pasi kemi përgatitur salsën, fileto do t'i marrim, do t'i vendosim mbi pjesën e kësaj labotit, edhe do të... Me çfarë temperature e kishe lënë këtë se mu fik? Vendose temperaturën e lartë tani, la që ta bëhet shpejt. Jo, thash më se ta fus prapë në furrë këtë? Atëre, salcën, marrim lëng nga filetot. Lëng nga filetot, që neve kemi aromatizuar me kripë edhe me piper, dhe ndërkohë që kemi hedhur dhe trumzën brenda, që jep edhe shije. Shtuam mustar dhe lëng limoni. Mustar, lëng limoni. Gjithashtu do t'i shtojmë edhe pak vaj, pakës fare vaj, sepse ka vaj, kështu që s'ka nevojë për shumë vaj. Po, ka vaj në skuqes, e pjekjes. Të pjekjes. Ti nxjerr tani. I lam 30 sekonda. Se sa ko kemi akoma që... Po kemi edhe një 6 minuta. Po kemi ko, lere tani të lëmë salsën. Ashtu na duket, po pastaj i bie që në ato 1 minutë që në fundit i bëjmë të gjitha, ti hedhim në për pjata të të tryezën neve tani. Edhe za do të pak. Mirë, këte i ka filluar... Se në bë dhe kjo me këshu. Ta nxjerrim këto me perime. Ajo më duket mirë, mua, më duket si e bërë. Ajo po është mirë, do ta heqim. Shikoj e vetë, se do më thuash pastaj fute prap në furrë. Jo, ja, po e shikoj unë dhe po e hej direkt. Atëhera. Kërjojmë pak rëndës këtu. është bërë shumë mirë, faktikisht, po atë tavën na e bën një qikë. Po këto tavat e bardha përgjithsisht... Kjo është problemi që mua nuk më pëlqen tava. Po nuk kemi të bëjmë edhe në shtëpi do të na bëjë kështu. Kjo bëjë shumë e mirë dhe shumë e shishme. Me pak djath, me një salat të stinës, me çfarë të doni juve, mund ta shoqëroni. Është, si thua, një pjatë e mrekullueshme. Okej.
Kjo është tava me perime që ne e lexuam recetën pak më herët, nëse e keni parë mbajeni shënim dhe përgatiteni, sepse ndër të tjera përgatitet shumë shpejt, gatuhet shumë shpejt dhe është shumë e shijshme dhe është fiks në kohën e perimeve të Stinës, ndërkohë që ja. do të shohim tani të shërbyera në pjatë recetat që kanë përfunduar. Jemi duke shtuar patatet edhe mishin në këtë formën që Kati e përdor për ta shërbyer bukur pilafin shumë shpesh. Pilafi është gati, është bërë me bulgur. Me bulgur, po. Edhe jo vetëm me bulgur, por edhe me qep. Edhe me qep. Qepa është ajo që... Edhe me mikser, zash. Shiko, faktikisht Anvisa tani kjo, pasi është bërë kështu, duhet që ta lëm të qetësohet pilafi. Duke vendosur një pecet, ashtu si që vendosëm dhe ne, por ne tani do të servirim, se kemi kohën dhe mundësi. Juve në shtëpi, sigurisht që do të bëni atë që neve themi. Edhe pak, Anila, ai peshku? Ta shof njerë ta hapë, se kështu nga xhami nuk dalloj do të gjë. Cepat kanë marrë pak ngjyrë, po shiko, mbaro me... Ska gjë se shiko, po do të nxjerrim se filetoja nuk do shumë të bëhet. Thash mos e do kështu të pjekur. Se na prishet pastaj. Thajt. Do të jetë butë. Në rregull është. Ti hedhim edhe pak trumës. Se i shijon shumë, do me thënë, mishit i shkon shumë kjo trumza. Shumë e shishme duket. Edhe... pak piper për ngjyrë. Okej. Edhe këtë e kemi gati me Anila. Tani, mbarojmë shpejt e shpejt edhe fileton? Fileton tani duhet ta marrim, ta nxjerrim, ta vendosim aty. Do ta heqim nga aty, do ta vendosim... Po, tani të heqim një pjesë neve. Okej. Se si bëhet kjo. Të marrim neve një kështu për të servirur një pjesë. Edhe tjetër do ta lëm. Kështu serviret. Duke shtuar këtë salcën mustard, me këtë salcën është që tham nga lëngu i pjekjes së peshkut, shijohet edhe peshku, edhe lakrat. Laboti për shembull. Po. Bëjnë edhe me lakra të egra, por edhe me labot, do me thënë, i shkon shumë fare. Edhe kësaj këtu, si që kemi, mund të... Po. Hedhim edhe këtu salcë. Po, që mund të shërbejmë në një moment të dytë apo në racion të dytë? Këtu për pjesën e salatës, uthull, vaj ulliri, krip, piper. Piper roz përdora unë, do me thënë edhe piper të. Shtu për të... marinuar salatën me qep. Edhe lëm limoni. Limon, po, edhe ullin. Kjo salata tradicionale që është janë shumë. Me të dyja pjatat që ne kemi sjellë sot të treja, me peshkun, me perimet dhe me pilafin, me bulgur, mish e patate, erza. Plot shije dhe shumë të bukura recetat sot. E shishme dhe sa e mirë që është kjo salatë, shoqërohet me të gjitha, edhe me pjatën e parë, edhe me këto, do me thënë peshkun, edhe me, si të thuash, tavën me perime, me të gjitha. Sot ju kemi dhënë pa fund ide, të gjitha vlejnë për një vakt më vete, kështu që mund t'i gatuani. Katerina ja u ka shpjeguar më së miri se si mund të përgatisni këtë pilafin me bulgur, me patate e me mish, këtë tavën e shpejt me labot, me fileto peshku, një tavë me perime, edhe një salat me limon, portokall, qep, ullin, me në një copë djathit të bardhë nëse doni e tjerë. Të lumshin duart. Presh
Po, edhe preshi shkon, po, e vërtet. Kati, faleminderit shumë. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë si gjithmonë këtë emision bashkë. Falenderojmë dhe ambisat tona që na ndjekin, duke ju uruar kalojnë sa më bukur mbas ditën. Dhe mirë të kohëshim gjithashtu, nesër do jemi përsëri bashkë që në mëngjes për të gatuar me Katerinën, sigurisht me ide të reja dhe me shumë shije. Shkojmë në publicitet.